nëse pak mund të ma shpjegoni shumë kush kur e keni treguar për të parë, pra ju ka dukur e pabesueshme kjo që po thoni që jeni përgjeshur fizikisht me Radojqićin tek e keni filmimin që kanë filmuar në atë kohë dhe keni policinë e Kosovës që ka reaguar ashpër për e ndalë këtë fizikisht. Pra ju jeni përgjeshur fizikisht me Radojqićin. Se mi rraf shtu, po kemi tentuar prahë. Po, me Radojqićin. Pra, përpikjen juaj po thoni për ta larguar. Sigurisht që po, se dëshirohesha kjo urë me çdo kusht marrohet. Dhe si të tillë policia ka ndryer dhe i ka arrestuar disa njerëz. E ka evituar një përleshje. Më të madhe. Rregull. Faleminderit shumë për intervistën, zoti Batir. Faleminderit shumë, ju mundi më marrë dhe filmin se sysh ka reaguar policia edhe çush i nda se pat me qenë një përleshje jashtëzakonshme. Po ju ishit gatshëm pra se gatshëm isha për të vepruar. Për të vepruar, për ta rrahur zotin Radojqićin. Morre deri në fund për arsye se është toka jam, vendi jam dhe nuk mund të kërkosh grupe të caktuara të kriminalëve tonë që ndojnë në tokën time. Shtetin tim.